në përmet që nga për të ardhur keq, se nuk ka njerëz. Ati është duke bërë lopën ajo dhe unë kam frikë të futem. Kam frikë. Toto ka ardhur si a i dute në mesë natë. Ik thot, kam frikë. Si e? Të nëzirë për mirë për zotë. As për mirë, as për keq. Mirë, ma jip ta mirë një unë e tiki. A? Po dhe ti pse u afro? O ma, sa e bukur është. Si ka emrin kjo? Na mban kjo. Kam ardhur në një fshat, nuk e di për zotin se në cilin, se si quhet. Ja, është këtu. Do të kaloj murin që të kalojmë atje dhe të pyesë çfarë. Mendova se kaloja me makinë, unë bllokua makina dhe tash po kaloj, por tundet. Okej, nuk kam frikë, unë jam 28 kg. Edhe po thoja që po kemi vjosën, hajde shifeni. Sa robi lumtur jam. Sepse e para njëri jam në zonën e përmetit, e dyta jam duke bërë abere dhe unë gjithmonë kur vi për abere, kam një tjetër energji duke takuar dhe njerëzit më të sinqert në botë. Po thoja që këtu është Vjosa, këtu është fshati, që është dhe rruga që shkon në Leskovik, po shkoj të futem brenda për të pyetur njerëzit se cili fshat është, edhe të mësoj më shumë për këtë gjë. Hajdeni. Më mbajti ura, imagjino unë që mendoja se do kalon të makina këtu. Budalliku nuk ka brirë. Sa e bukur ajo shtëpia atje, buzë Vjosës, fantastika. Më pëlqejnë fshatrat në përmet se janë shumë të bukur. Për shembull ai zotëria çfarë bën atje? Ja kanë qenë shtëpi ato? Nuk e di. Nuk ka gjë më të bukur të meditosh me Vjosën. Këto janë shenjat për turistët që është në rrugën e dur. Ka gjë e kam mësuar se kam shok shumë të mirë që bëjnë guida. Si që është Emanueli, është Visi, është Keli Tropojës. Në Petran pas kam qenë. Po qenë kanë rrugë kryesore. Si e? Ku e kam qendrën e fshatit? Se i kam rënë që ande dola, mendova se fute makinat e kura. Kjo këtu? Qendra shëndetësore është kjo këtu? Ashtë e mirë? Po, normal që është mbyllur. Hajde se po shohim njerëzit këtu, brenda. Si sa të bukura ta mullarët atje, i kanë vënë të me ngjyra. Kam ardhur në Petran, të përmetit. Më thënë, s'kam vend pa shkuar, është disa të herë që unë vi në zonën e përmetit, dhe ka shumë fshatra që unë nuk kam shkuar. Më thënë, themi aq tash që vogël Shqipëria, kam 5 vite që bëj këtë dhe kam akoma rreth 70% të fshatrave. Oho. Inshallah po takoj në një zonë të mirë, siç e kam qef unë, ose në një zotëri. Nuk qenë ka shtëpi kjo që ta shumë me pamje shumë të bukur, qenë ka lokal. Nice. E mbyllim pak. Këtu, se këtu janë lokalet. Okej. Pe takojmë njerëz na ka marrë malli. Po këta qenë këtu. Ky qeni më duket jegër. Hajde po eci një, po më hengri. A ke priktin nga qeni? Jo. Okej, më mbron po kalova po më sul? Okej. Po eci s'po e kthej kokën, po eci drejt e drejt. Qa pikacake jam, o zot. Si më shikonte. Po që do vija deri këtu, se kisha menduar në njëherë. Po në ambar, si jeni? Mirë se ju gjetëm. Po në qendra e fshatit, ma? Qendra e fshatit. Qendra e fshatit, ja këtu është. Kjo këtu? Qendër të madhe këtu. Më të shkeshëri serios, s'ka marrë në një lek borç. Po mirë më dhe ti fytyrë e parë dukesh. Aktore? A duke?
Në filliqe, më the aktore, do thonë ti aktron. Unë jam njeriu më i sinqert në botë. Qa gjithësia? Jo si aktron, po mos të ke parë televizor. Më ke parë dhe në televizor dhe në radio e kudo. Cili fshat është tu? Petra. Fshati Petra. Unë ngatrova o futande. Mendova që ajo ura mund të kaloja me makinë. Jo, s'kaloj. Edhe e bëra në këmbë. Ja dy fshate. Isha. Jo, ky është Petrani i ri. Ja ti është Petrani i vjetër. Po. Do me thënë kush janë më të mirë këta apo ta anda? Po nuk e di, nuk i ndajmë njerëzit. Po kështu në përgjithësi si ju tregojnë? Përgjithësi këtu ky Petrani i ri i ka të mbledhur gjithë nga. Nga keni ardhur jo? Unë jam nga Lupska. E di Lupska? Jo, nuk e di. Ku bie Lupska? Është rrugë e mirë ande apo ka nikur gjithë? Ka nikur, shumica ka nikur. Ju kam zili për natyrën që keni. Ju kam zili për njerëzit e mirë që jeni. Jemi njerëz të mirë. Të betoj, me bëjtem pa shaka. Po mund të jetosh këtu. Se qa ka? Po gjithë viti mund të. Për natyrën jetoj. Për natyrën jetoj e keni të bukur. Beari është i mirë. Për dimri është. Si ja bëni me qa jetoni mua, keni kështu? Kemi nuk e punuar në Greqi, kemi me një jetë normale, mos kujtoni si. Në Greqi dhe vjen këtu. Sa janë këtu, sa banor? Ka, po qa, ka. Afërsisht po temi, ja? 30 shtëpia janë. Nga kjo lagje, nga 15-20 nuk di si banor, vikin, shumica e tjera. Më shumë punojnë në Greqi dhe vinë thua? Qa do bëjnë? Po mirë, po të mbjellësh tokat edhe tjetosh, dhe me thëmë me kash. Jo, a? Shkolla ka nxënës? Sa nxënës më të ketë? Ka goxha. Ka. E rëndësishme është që ka. Faleminderit shumë. Ke ndonjë bujtinë, a? Thash jeni njerëz të mirë, po. O Xhaja, si je? Je lodhur? Je lodhur, a? Qa ke punuar gjithë ditën? Sa i madh, gjithë ditën duke ndenjtur. Pra, mirë, okej. Unë dua të shkoj tek fshati vjetër, ata dua të takoj atje, se këta janë mendim më dhejnë, këta kanë lek, këta kanë bërë bujtina, këta lodhen duke ndenjur, këta nuk të thonë hajde pi një kafe. Tani do thoja po... Ja, leri këta. Jo, duhet me kështë të thënë që ati. Do shkojë më lartë. Besha ka se unë gasmoj. Pse i shikon kamër me i natë më? Rekord që jetime. Më dallove direkt? Jo, se ja fut e kotë se unë jam nga Skrapari. Nga gjua e Korçare. Unë jam nga Skrapari. Po. A bëjmë një foto. Duke dredhur se duani. Shkojmë në dy. Shkojmë në dy. Beqari e ma. Beqare. Po pse kështu? I he vogël. Po pse beqar? Po na... Pse shkon jeta kështu? Edhe të la. Mo ka eti në njerë të le pa mashtuar. Nuk të la. Do ke qenë tradhtar ti. Po jo vetëm kurbeti tani, se dhe kurbeti ka zoçka. Një justifikim. Cili ka qenë problemi që nuk e martuar? Problemi që e martuar? Nuk e di, nuk kam gjetur... Personin e dur. Personin e dur, jo. Po qa? Po dhe emigrimi, vajti ardhje, këto s'kishim një stabilitet. Po të kishim një stabilitet, ose po të ishim që në kone komunizmit. Shiko qa bënë. Po pse e godet ma? Jo, e godit e gazmove, pse nuk më sulmua? O të keqen sa e mirë je. Faleminderit shumë. Ti marrë gjitha, po ku ti marrë të gjitha? Që sa e mirë. Hajde të përshafoj pa. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ty do t'ja pasaj. Pse e godit e qenin? Në kafshoj. Jo, pse nuk më kafshoj mua? Tani, do të shkojmë për një kafe. Sikë në plan. Faleminderit shumë. Jo, sepse dua të shkoj atje. Ti takoj ata njerëz se vajti dhe shumë bonu e rëthua. Ata dhe lenda një shpejt. Ua, sa të mira. Shiko më dha, më ra. Upa. Faleminderit shumë. Po të ardhë le Diona në fshat dhe su martove, Kuash, mos i dhe këta beqarët më aman. Su martove, ore. Ja, i beqarë. Ajde. Faleminderit shumë. Po pse jam nga Gjirokastra, më kërkove lekë së dash?
ke pa televizor duke? Ke pa televizor? Ku më ke pa? Duke dhe mua. A i ha pjeshkët ti? Nga ABC. Në Tiranë, nga Abçenin na kam bërë. Ore, pjeshkën e hama. Po filmoj më, pse mos filmoj më? Po pjeshkër ma. Po pjeshkën më. Jeni shumë të mirë. I ka. Pafshim. Petra një ri, Petra një vjetër. Për te urës është Petra një vjetër dhe unë dua të shkoj atje. Për të takuar njerëz atje se këtu. Do vish me mua. Do vish me mua. Jo, nuk duam të ta me probleme. Jo, aman. Ore, përmetar në burg për zotit s'kisha dëgjuar ndonjëherë. Bravo. Ku ma? Ore, në Petran dua të shkoj. Ku futem? Dëgja, qaqë, më thuaj pse kere në burg, se o ka më të urtë të përmetar. Bësha ka. A ka njerëz sa, mos mi bëj shumë, sa ta shu, të pyes. A ka njerëz atje të veta? Sa njerëz mund t'jenë? Vjetë familja. Cila është rruga që futem aty lartë, se unë nga trova. Këtu. Do më presësh atje? Ha. Bëri shaka se nuk ishte në buk, sepse nuk ka përmetar që shko në buk, sepse janë shumë të urtë, dhe një miku im më tha, e Diona do bëjmë kërkesë që ta mbyllim komisariatin në përmet, se nuk ka, është qytet shumë i qetë, nuk ka shere edhe kështu së mos me njëri tjetër, jo. Tani do shkojnë Petrani vjetër. Ky është Petrani i vjetër, Petrani i ri e pam që është për te rrugës, këtu është i vjetri, dhe vetëm i banor që unë po shoh këtu. Qa është gomar apo mushk? Mushk, ok. Ai trokasim njërë. Si je? Si kalove? Ku i kam njerëzit? Njerëzit, ku i kam? Ty të dua. Ty të dua. Po s'ka rëndësi të përqafoj njërë edhe. Ne? From Albania. Si jeti? Isha në Petrani ri. Edhe thash do shkoj në Petrani i vjetër. Thami se përmetarët janë mikpritës, pse më shef që ma hap derën, hajde më tako. Nuk e qef. O, të shkuara. Ku mund të takoj njerëz? Për t'ju pyetur, çfarë probleme keni këtu? Dyshe pleqi këtë të. Po, në të fshat që shkoj unë, kryesisht pleqka. Se kanë ikur të rinjt. Ku kanë ikur fëmijët? Ata janë dyshe. Në Itali. Aha. Këta dyshe, neve dyshe, ata dyshe. I ka tjetë e butin ka vjosa, ajo të kthej përgjigje. A ka bujtina këtu? Ka, ja, është aty la. Po jo me nuk dua bujtina, unë dua njerëzit e thjesht. Ju i dini problemet. A keni mjek këtu? Mjek, keni? Infermier? Për te? Urën e keni të bukur? Vjosën e keni? Kur mërziteni flisni me vjosën? Ju ja tregon të gjitha? Goja, qepi. Burin, mire ke me shëndet. Ja, mos më mire. Miru pafshim. Përmetarët për zotin janë mikpritës, po këto zonë janë ma prishin Terezin. O, zotin madhë. Unë do të trokas këtu, derisa të më dalë dikush. Nuk e di pse më fiksua. Pa jo atje çfarë është, shiko, ka dhe kështu. E bukura është se këto borët janë gjithë me lule. Ta marrë mushkën e tiki. Shikë si ma këthen me nderen, po nami. Hajde trokase. O, i bukur e dhe u ti moj, sa e mirje.
Shikojnë që lulet. Që sa bërë të pasër. Janë një koqirë shumë për zotin. Shko sa bukur. Se në përmet flen ka i qherët? Si je? Jo, nuk duam hotel, duam njerëz. Po thuajni më mirë se erdhët njerë. Hotel direkt. Nuk bëm. Kështu i gacë më njerëzit. Po mirë pra, pam që e kanë oborin plot me lule, njerëz nuk ka. Sepse këtu janë gjithë të moshuarit, edhe flem para kohe. Mushkave të mushka më përshëndeti. Kjo rrugica këtu është shumë e bukur, po nuk ka njerëz. Jo, kam frikë të futem këtu. Është e njëjta. E njëjta është më. I kanë bjellë të gjitha, qa janë këta? Tomata? Shipe njerë? Apo fasule? Patata? Okej. Më thënë, Petran është fshati i vjetër, atë që ta zonja që këtu kanë mbetur vetëm të moshuar, ashtu sikur se është situata në gjithë fshatrat e tjerë që unë shkoj, që rrallë shohim të rinj, rrallë shohim. Ka edhe nga ata që janë rikthyer dhe më pëlqen, por kryesisht në zonat ku është investuar edhe janë rikthyer që kanë investuar në vendin e tyre. Tani më pëlqen edhe këto fshatra që nuk gjejnë njerëz, që thotë janë të braktisur, okej, nuk po themi totalisht të takuam, edhe vëmendja është vendosur ande tek Petrani i ri, sepse është rruga e re dhe më thanë ata këtu ke njerëza, po ande. Më pëlqen që pjesa më e madhe e shtëpive janë kryer në bujtina, sepse zona e Përmetit është e frekuentuar nga shumë turistë të huaj, dhe e thash edhe në materialin e kaluar që më bëhet shumë shefi, se të paktën është një burim të ardhurash për këta banor. Po e mbyll këtu këtë material, e di që doni llogje, po s'ka, jo në të gjitha do t'i gjejmë, dhe po e rrësoj, duhet ikë se kam ngelur gjithë ditën duke punuar. Po e mbyll me këtë bukuroshen këtu. Imagjino, edhe kjo shtëpia është e mbyllur. Shohim tjetër. Patate prapa. Qeta qërësi. Është e klopa. Edhe këtu s'ka njerëz. Petran i vjetër, në Përmet që nga për të ardhur keq, se nuk ka njerëz. Ati është duke bërë lopën ajo dhe unë kam frikë të futem. Kam frikë. Do ka ardhur, si a i dute në mes natës. Ik thot, kam frikë. Si je? Po i thoja kam frikë se mos më sulet lopa. Apo s'ka lopë? Sa të bukra! Aman, ma silja një nga ato se është shumë e bukur. Keca! A kam frikë? Si je? Ne njerëz jemi. Njerëz të mirë. Njerëz të mirë. Do ma japësh një kecë mua? Kam frikë mo? Isa!
që nga më. Në lenje. Hajde kacet. Sa e bukur. Ja, baba, kjo është e televizionit, mo. Vetë mos në anëzini në televizor. Televizori, ti e televizori? E, mo. Ati të përmetit e? Jo. Jo, mo. Unë jam ajo që shkoj në përfshatra. Shi si e mjel. A, si e mjel, Amanda mjel një unë. A, mor burë që keqë vërtet, ik, se stuet robit ik, se na fliqe. Ha. Se më nëzorën në atë sot më kanë nëzirë, dhe nuk dua Qa të kanë thënë më qafë, se unë të nëzirë për mirë për zotin. As për mirë, as për keq sot. Mirë, ma jip ta mjel një unë e tiki. Po i molëm, ne Më mbarua. mbarova me së mjellë. Hajde, ma cim një, aman. Shë që jam njeri mirë, po ti s'më beson, mua. Tu lot mezi, a? A të lot kjo që të mjelesh? Për zotin duket e tjesh, po shiko sa lodhen këta njerëz dhe prap nuk e pini qumë si bio se biri budaliqa. Vishu ti se na fliqe. Po të në anëzini televizor. Në televizor, e? I ka dhe ti këtë. Po nga e more vesh tani ti gjerë dhe këtu tani. Dëgjova për zotin. Ta ka po se ka frikë. Ikore, mos e zirë. Ik të nxjerdhin, më burë. Ke mjel. Do ta delë. A godet me shem? Se Jo. mos ja. Jo. Ti ka patë të urtë. Nuk e shtry. Po dhe ti pse u ofrove? Jo, nuk u afrua, unë erda. Ti do që qenë, e qenin e ikte me drapa. Unë i kam qef që... Ore, ti do... A qeni me qysh, ore ti foto. Pak lodhe me në kalje për televizore. Qa këngë këndon kur e mjel din? Kejtë për televizor jam, as i këngës këndoj. U shtof të qumshti. Mole. Ja, prit, po ti mos më shifa shumë mos e më vën se klet. Ti, ha? E Po. që njerë aty në ura për bosh. E ngatron. Për zotin e ngatron. Së mira ka Petra një, tha, i ka fshati, as i dëmirë, thashmon. A vash ta i përmetari, që janë këto, tha që në thua. Hajde kecen, e ngatron. Qeme, këta që po ha. Shiko sa qumë është në zora. Shikojni, dhe më pëllape ky. Po, ja si jam vjerët sot. Je lodhur, edhe s'këngen ti me të drejtë ke. Hajde kyqe, a të futem mirë ti kap qik, hajde tu, hajde si të kam qanë, hajde bukurat me. Oba, sa e bukur është, si ka emrin kjo? Po qa është ta emër, këtë thot, a ta marrë me vete? Sa lek do më apësh? A si lek? Sa e mirë. Jo se marë, se ndaj do t'nga nëna. Mos e nëzirë këtë, se më vrau! Ku do më gjeshti ma po të nëzora? Ha, ku do më gjeshti? Po do të gjej. Shiko sa njëri i mirje, po je i lodhur dhe të kuptoj për Zotin. Por, kur të më shofësh, do thuash sa vajze mirë ishte kjo që erdhi. Mos ta mera, aman të keqen atë. Jemi të lodhur. Ja, shikoj si thotë. Shiko si vjen kjo. Që të na marrë ai të na nxjerr. A bëjmë një foto bashkë? Hajde, bëjmë një foto. foto. Gjela, shiko si më rrasë moment. I gjo, faleminderit për njerëzit që jeni realisht, zonën e Hajde, përmetit të ju pini kam kafe për në zemër. Do iki, faleminderit shumë. Një gile kokaçke, një gjatje në shtëpi. Hangra qërshi dhe kajsi, Ja dhe qershi. mi dha një gocë aty, se isha në Petranin e matë, e ri. Edhe i thash, pa ju njohur, pa thash, do shkoj tek i vjetri se aty janë njerëzit më të mirë dhe më punëtor, ju erdhi natë atyre. A, nuk la fose me një pa, ti gjeloze, e i kanë se burin ta mora sot. Ja. Nuk ta se u brave, nuk ta. Thuaj tiki, thuaj. Po si te që parë t'ja lëshoj ai qenin. Po shkëllyshme nuk ta mos kemi. Hajde o të. Hajde mi se me burin tëndje, po kjo. Hajde, le të marim. Për të zotin shumë. Ika atje, ika. Hajde, iqe, se kam prik të lutem. Ore, sa di keni? Betëm di keni? E përdoni për vetë apo e shisin? E shqyrt pak të najqaq, sa njerëz punëtore të mirë janë. Këta janë njerëzit e vërtet për Zotin. Njerëzit e vërtet që punojnë, jetojnë edhe nuk shohin as dallavere, as interes, as një gjë rreth e rrotull, lartë apo. I ka pak shumë rastësisht. Mbyllet tani të smeme. Diqë, fëmijët ku i keni?
Një në Tiranë, një policë. Unë se nuk të ndihmoj dot se kam bërë aksidentin edhe kam. A të hipi te kjo? Më shpëtoi Zoti. Ja, jam e mirë për Zotin, po ja burri jot më shau. Qershi kokër madhe, edhe ditë jo molan tamam, me që më bere këtë punë të hajdaca, qershi. Tani më njohu, se më shau kot. Jo, nuk dua. Jo, se e ke gruan xheloza. E ke gruan xheloza. Hajde me leri këto. Ku e ke mo të lajduar se i ka me cicat e dis? Filan gjitha mikrobet, a? Ku është? E pash. A, po mu gjithmonë më thojnë këmbët tek njerëzit e mirë. Bëjnë të vështirë në fillim, po ha, na. Më zuri nata në përmet. A do mbani në shtëpi sot? A, të lumë të goja, ai është zevzek. Kemi shko Boris je, shko, komplet. E pa që plot se punoni. E mbyll këtu so, do vle në përmet. Ma bëj me dorë të paktën se më fole keq. Bëj ati me. Në vendin tim, në vendin tim. Po djalë nuk e di. Jo mi se më shio. Po le të varet vetë, se unë do vare. Hajde tani. A, po dale tani ta bëjmë ta mama. Viti molëm, po ham qershit e po bëjmë muhabet për qefin ton. Tani ra ndërmend kush jam. Kot më shava atja. A? Gabim. Bërë gabim. Gjithsesi, kënaqem që vi në derë të mirë. E mbyllim këtu se kam të 100 tere e mbyllim. Hajde se do am gjithësia qershit. Hajde të nxjerrim në gjili ko kaçkajni, çfarë do në një tjetër, po ka dhall pinën e godall. Edhe ikni. Rini pini. Ja, Rini për darkë po doni. Unë bajmë për darkë po doni. Po edhe qiko se po mos ta kisha therur një kesa pikja në furrë. Të sob, ja. Për ata sy. Po lodheni, mo dhe të më thërësh ma kecin. Kecin e ta hash ta kesh halal. A, faleminderit vetëm për fjalën që tua, për zotë se mua më vjen keq që të ha ju. Vajt me Ku ta veta. theri? Bere. Ku ta fut? Ai dhe të prishë të bërë. Ta marrë këtu. Gjithsesi jeni shumë të mirë. Po edhe në një tjetër në përmet të vish shpejt, po se therapojo ja kecet. E shikoj që nuk duhet të flasësh para kohës se më përtita aty. E, shef? E di pse të përtita, Ha. jam me nerva se më kishin nxjerrë njëri aty në ajo orë atje për te, edhe kishte hedhur në këtu në Facebook. Kur më të ma dërgoj një shok nga Greqia, unë me dhi. Kështë nxjerr keq? Ah, me Po, di. me dhi, që ke hiku në rrugë, po Pa, pse s'të thonë? pa, Jo më vjen i natë. pa, Që thotë, ej, unë të mora, ore, do të nxjerrë në filan. Ta Pa. di dhe unë. pa. Po kur ma dërgoj, shoku, po ku nga marrë tash, ku hysh në Greqi.